tash Albin Kurti se është edhe kryeministër i ri, me siguri. A pse më duket me ta jeti? Une jam me Albinin, e kum votu Albinin edhe do votoj për çështu Albini tash, veç edhe çtu. Mos bëhem popull i poshtë. Po të bëhem njerëz tamam. Ibrahim Rugova ku shukon? Adem Jashari ku shukon? Nisin e hon mot njerëz flasin për ta kesh. Po e dini që për Rugovës ja kanë qitë 3 herë bombat. Pse s'pi ngrit në zonin vllazër? Duhet me ngrit zonin, duhet me gjetë kriminalët. Kush i kolli flamujt e Dardanis midis Prishtine, duhet me qitë kriminalët. Kush e vrov Xhemal Mustafën? Kush e vrov Haki Merin? Kush e vrov Smal Hajdarin? Kush e vrov Tahir Zemen? Kush i vrov Kosov Albert Zeqiraj? Kush e vrov Shaban Monin? Kush i vrov mërë vllok ta? Zoti si ka vrov. Edhe kush zbanzon, të lutem, që të janë aty. Këtu duhet munol na me zbulu këtë sene. Me i thot të keqes njëherë, fun për gjithmonë. E tash, kthehem të Albini. Gjatë qeverisë, pëdeke, ledeke. A jenë vro që i nda njerëz. Tonë që tash ka i numërove jenë vro gjatë qeverisë tyne. Tonë e dini ju. U lutem, kur e dini, mos heshtni. E tash, gjatë qeverisë tyne u vronë. 4 vjetë, 5 vjetë qeveri të Albin Kurtit su vro asë njeri. E pse s'ka ka maj mirë Albini? Ja më vro, po menon politikisht. Politikisht bre burse. Qyre, kush vrinë në gjinja megjave ato, këtë zbon laf. Po politikisht, që shu vro Haki Meri, Xhemal Mustafa, Shaban Moni. A ke bona e kërkes kryeministit Kurti për zbardhën e vrasjes së vllaut? Kur gjë nuk kum bo. Pse s'ka pas ku, u kon të shliru veriun. Po na lut këtë të flasim edhe pak qëtu. Na lut që të flasim edhe pak. Pse Sali Berisha tha, flasin kesh sa të muin. Po ja u qift nonën, falin shprehje Sali Berisha se rrugën e Kumbit në maroj për 2 orë gjys po him në Tiranë po pim kafe. Pse ja bo kush laf? Sali Berisha i hoq vizat nuk po myten mu me skaf në deti. Si ja bo kush laf? Sali Berisha e pruni natën. Mandati ti, si ja bo kush laf? Me se anë, po shkojnë Kosovorët për morin kera atje, si ja bo kush laf? 4 vepra madhore kush s'ja bo laf Sali Berishës. Rënoft Sali Berisha për mua. Po rënoft, unë kam shumë mik. E kije, e mirë. Rënoft Albin Kurti tash. Unë kam vlezër të ndëruar. Në një umenën që të nësenëve pak edhe ati që punon mirë ep një hakun. 16% teritorit Kosovës se ka shliruar bini, ton pidini. Ton bre pidini. Bravo, Artërkiti, që kjo është e vërtet. Edhe tash, pjedini që 29 stacionet policisë në veri i ka formue Albini. Bravo. Edhe i ka hiek postat, i ka hiek bonkat e shkive. Edhe regjisori për rejshë plokë se e ko parak atje. Edhe. E tash, pse bre kërkush s'peja bo laf këtu? Pse kërkush s'peja bo laf këtu? Punë të mdoja, punë shteti jënë këtu. Desh ta më ndërprej se e kam një musafir është të naprit. A e thirmi, është një gazetar, është Arlindi Meri. Edhe vjen sonte më t'i po të pytja rrath që saj teme të Fajki Merit. Po, anë bre, unë e kom vla Fajkin, dhe vjen ajde të bërë pytja. Eftojmë Arlindi Meri me neve sonte, hajde. Mirëmbrëma mi se erdhe, Arlind. Mirëmbrëma mi se erdhe. Faleminderit shumë që erdhe. Mirëmbrëma. Mos ju afro gata, Arlind. Mirëmbrëma për mes dite. Se e janë më post. Ja. Faleminderit shumë që erdhe, Se Arlind. ka për mu. Inshallah, ha? Se ka për mu, se ka marrë për mu. Kjo e ka për gjithë ata që e kundërshtojnë. Ja. Ne, s'ma mërë menje. Faleminderit shumë që erdhe, Arlind. Knatësi. Kem të folë për vllahun e Imeri Merit edhe Haki Merit, Fajki Merin. Po. Unë e di që ti e ke nxjerrë një dokument, edhe po besoj ky dokumenti që zbulu më herët është i ytja, që e ke nxjerrë ti në fakt se jo. Unë e kom nxjerrë atë në televizionin Klan. Para një viti nëse nuk ka bëj çashtu. Çka kemi thonë